Denis Qoka, një emër i njohur i futbollit shkodran me disa skuadra, me herët dhe sfundi edhe titullar tek futsalla e Vllaznisë, por këtu në këtë turneu aktualisht sapo u mbyll, është si përfaqësues, si trajner i ekipit Elita Shkodane, ndër më të mirët e turneut keni ndorë këtë kupë. Turneu ato këton 2025. Urime për suksesin si trajner. Ignaqur? Faleminderit Zgaç. Normalisht si ekip i ri si jena, se s'ka shumë pak kohë që jena organizu, jam shumë i kënaqur, pavarësisht si veni dytë, po jam shumë i kënaqur me grup moshat, me fëmijët, me të gjitha. Një detyrë që e ushtroni si trajner krahase edhe aktivizimit në futsal. Natyrisht që kjo ju jep edhe me tepër kënaqësi. Trajnimi është diçka tjetër për me anë të lutjeni. Është diferencë, po kënaqësia është shumë më e madhe. Këtu si trajner, normalisht si këtë bëj me një ekip, kurse të futsalla diçka ndryshe. Por pavarësisht kësaj, të dyja janë kënaqësi të veçanta. Diçka për ekipin tuaj që trajnoni, pra keni fituar edhe kupën ka elemente perspektives? Te grup mosha U13, si jena, edhe kupa e tregon që kena disa fëmijë që janë shumë talentum, edhe kam besim si disa prej tyre mund të arrijnë edhe Vllaznin po si po, edhe diçka më shumë. Sepse kanë shumë talent, edhe me punë normalisht, si po s'pati punë, po s'pati përkushtim, çdo gjë anullohet. Kështu që besoj si edhe kam besim. Vetë emri i klubit tuaj, Elita Shkodrane, mjaft simbolik, të tërheq vëmendjen. Keni goditën në shenjë? Ashtu jena munduar e tamam elit, se kena një farë grup moshe të cilat kena 9 lojtar, që janë pjesë e kombëtares rajonale të Shkodrës, kështu që normalisht i kena tamam elit. Edhe pretendojmë edhe kampion me dalë si mjet me këtë grup moshë. Ja lajmë fush gjë. Mund të cilësojmë disa emrat perspektives nga ekipi juaj? Emrat është i fije problem, se dikuj met hate, dikuj zi met. 3-4. Po, edhe ata si fitunin, për shembull mund ta përmendim vetëm Roel Reksa, i cili është një lojtar të mori çmim, i cili bën me të vërtet bën diferencën, po thojmë për këtë grup moshë. Edhe kështu që kemi edhe emra të tjerë, Ergeruton Zefi, Edvend Danaj, kemi si Drejt Hoxha, që mas harroj edhe një, po thuj se këta janë si kombin nërmen, po kena tamam elementat mirë, që shpresojmë që të rritin. Për të shenë në rregull me gjithë, formacionin shumë shpejt nëse mani. Formacionin Kalmi, atëherë vazhdojmë me Regisin, Tukun, si Drejt Hoxha, si thash, Edvend Danaj, Ergeruton Zefi, Kevin, Alibali, Roel Reksa, se jena bo më falë një kush e kam arru, po për momentin këta po më vinë në rëmë. Që keni përmushur disa me kërësorë, dhe s'fundi, Denis, shumë shpejt. Edioni, i cili është Krasniqi, një element shumë i mirë edhe, cili arrova, ka shumë elementa. Se thash, shumë shpejt dhe të startoj kampionati kombëtar i futsallës dhe Vllaznia si kampione e Shqipërisë në futsal, po përgatitet intensivisht për sezonin e ri. Normalisht, si ekip kampion, ne jemi ata që duhet mundim, që është një borë e madhe, pasi jemi kampion edhe jemi detyruar, si thuhet, të ruajmë këtë titull. Pavarësisht gjana, ne po organizojmë atë herë një seanca stërvitore. Gjithmonë shpresojmë që të jemi në gjendje të më mirë, se kena edhe dëmtime, kena gjana, po shpresojmë të ruajmë titullin. E vështirë është, po shpresat kam, se kena një ekip matë kullit që dërum, pjesëmarrja janë champions, nga ka shërbi shumë, e shumë gjana tjera. Suksesit Denis. Faleminderit.